Lista e opozitës që ky vend mos tjetë aq i poshtër sa të më mërzisi çiftin Basha. Hajde videon e çiftit Basha, të lutem. Pasi kanë marrë 350 milion lek nga bashkia, pasi kanë marrë postin e drejtorit të teatrit, të drejtorit përgjithshëm të teatrit kombëtar, sigurisht pasi ka rregulluar aty edhe të shoqen, dhe pasi kanë marrë ca benefite të tjera, ç'a thon për vendin tonë? Për ata që kanë harruar. E me jetu si mbretër, kemi zgjedhur me jetu në këtë vendin e ndyrë, të poshtër, a kupton, dhe mos me vjedh kur asnjë cent, mos me ngrejt kur gjishtin nga ne, sepse duam ata fëmijët me i rrit mirë. Po pyes për punën që zoti Altin Basha ka detyrim ligjor që të jap përgjigje. Për këtë ftyrën, a kupton, kom punu shumë edhe unë edhe zoti Altin Basha. Se kemi 3 fëmijë dhe në vend se me shku diku tjetër, e me jetu si mbretër, kemi zgjedhur me jetu në këtë vendin e ndyrë, të poshtër, a kupton, dhe mos me vjedh kur asnjë cent, mos me ngrejt kur. Tak pusin shpirtin, po ndërkohë me që jemi te këto mashtrimet e trasha fare, vazhdon njerëzit të kruajnë kokën dhe pyesin veten në Velia nga na doli agjërues për Ramazan. Jo për që po, në njëra anë qa thot Syri, mos ta them. Hajde foton të lutem Syri, edhe ma nxirr pak atë foton të intervista që dha për Euronews, këto çuditëra. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Velia, që ndodhet në qelitje për laburgimit në Durrës, ajo që ka ndodhur është se Erion Velia ka filluar të bëjë përtej sulmeve, sharjeve, fyrjeve, shpifjeve ndaj njerëzve të drejtësisë edhe disa lëvizje të tjera në burgun e Durrësit. Ai ka deklaruar se po agjeron. Velia nga një evangelist i deklaruar, se prandaj ka lidhje me Toni Gogun. Toni Gogu, shkon ke kisha Toni Gogut. Fotot e dasmës Erionit me ajo Laxozën i bën pastorit Toni Gogu, i cili është dhe deputeti PS-s dhe i deklaruar evangelist. Nuk e di çfarë është kjo, rryma nuk e kuptoj dallimin midis këtyre rrymave të katolicizmit, po duhet të jenë pjesë sektare, besoj. Ndërkohë, jo vetëm kaq, një mbështetës i hapur i Erion Veliajt, i komunitetit LGBTIQ+, dhe bëri martesën në terrasën e bashkisë që gjeni. Për fotot i keni, apo kot ma keni shkuar mu kjo foto dhe unë rri për shkruaj, t'i vizatoj? Qa po boni, fillu të agjerimi dhe ju, si është puna? S'keni lidhje me këtë punë. Ju meriton vetë mbyllira ekipi. Vazhdojmë me telefonat, ndërkohë, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, më dëgjoj tani. Po të dëgjoj tani. A desha të të bëj një pyetje? Ma bëj. A pranohet ndërgjegja pastërt? Po. Unë i bëj thirrje këtij popull që kur të vinë me votu ose ta kenë parasysh të gjitha partitë politike, se këtu fillon ndryshimi te njeriu. Zoti ja ka dhënë një shenjë njeriu të ndërgjegjshëm turpin. Turpi ka skuqen e ftyrës. Skuqen e ftyrës nuk mund ta kenë gjinaqari, shkërdhatat, po skuqen e ftyrës e kanë njerëzit e ndershëm, njerëzit që nuk janë gjinaqar, edhe njerëzit e vlerave. Dakor. Qëndrim agresiv, e përshëndesim zotrin. Vazhdojmë të tjera mesazhe miq të dashur. Mirëmëngjes, Flavi, desha di se ku bazohen në ligje ato kërkesat e avokatëve të Veliajt që kërkojnë të ndryshohet vendimi nga arrest me burg në arrest jashtë burgut, se do i lë pasurinë si garanci. Po ku e ka marrë këtë pasuri? Se shoh veten time, kam 30 vjet që punoj migrant dhe nuk e kam atë pasuri. Ku e ka marrë ky? Apo akoma me pasurinë e familjarëve? Ndoshta. Ishte një pyetje, ku Iglicara dhe ku Floriana Garo në Durrës u lanë më njanë? Po pritet se s'ka dalë lista, me qetësi. Flavio ka drejt kryeministri që mban peris me bukën, se kur pin çdo ditë vermut, s'ka më oreks për bukë. Spesë se nuk është para vermutësh e viteve 80, 90 me të shtyme si pije. Plus që është më shumë për femra, nuk është për meshkuj. Tashi me çam thon burimet mia shumë të forta, ky ka e një verën shumë mirë, shumë mirë.
Flavio, jam votues I thjesht. Doa të them që shumë nga populli votues me një fjalë kanë frikë për fshehtësinë e votës. Prandaj duhet bëhet një punë shumë e madhe për të bindur këta votues që nuk ja identifikojnë dot votën. Ora është e sigurt që nuk e identifikojnë dot votën. Tjetra, ata pushtetarët paguajnë shumë lekë për një votë, prandaj t'ju bëhet e qartë votuesve që t'ju marrin lekët dhe në vend të votës t'i japin notës rrokun, ata mendojnë se po morën lekët duhet votojnë patjetër për sën. Këtë e them se e shikoj çdo ditë mohabetet që bëjmë në shoqëri. Në fakt nuk kanë çaj gjin fare, nuk ju gjejnë dot. Përshëndetje Flavio, shokun Rama dëgjova se rri me 2 ditë pa ngrënë, ka shumë drejtë se është shumë I ngarkuar bën detyrat e gjithë ministrave, detyrën e kryetarit të bashkisë, dhe më kryesorja ka kaluar brigadier I fermës së grave për prodhim. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni. Po nisha disa mohabete. Urdhro? Alo. Më thuaj zotri. Mirëmëngjes. Më thuaj. Më syri të vë? Po je live tani, po jepi. Disa mohabete nisha. Si është? Me temat që ngreni ju, mirë boni. Po kur boni mohabet për politikarë, sale më I mirë, edi më I mirë. Ku e dëgjova njëri këtë? O lale, ama me që dalin ata që flasim ato kjo është. Kam 30 vjetë, jam tallë me negat. Pse nuk mund t'ja lën jetën presë të ri, e ty frymë e re, e të se me si Europa. Sale, unë tisha president 97, nuk ka shonë se të shpërbëj ushtria, njësa. Gërdeci ai me diu, ili me ta vodi Florin, Edi Ran ka 12 vjet për shkel me këmbë popullit. Dhe li e degeneroi. Tashi ça thoni ju, jo ky ai, këta tikin të fshihen në kjo faqe dheut, e bile ti le me dhomë guzhin, jo ti Fuzimburg, vend ti le me dhomë guzhin, ti marrë pasurinë ka, mos I Fuzimburg s'ka gjë. Të tjetoj, se gjëno. Se më kanë jetuar, kupton? Kjo është gjëja që duhet ngjen gjithë televizionin, o të futet frymë re. Ka sa dush çunatrin. Kam bë studimet jashtë shtetit. Do vjen edhe ata. Mos e na knoqë këta që kanë studiu jashtë shtetit, ëh? Jo, më fal, po ta them. Kujtohet më famshëm nga këta që ka bërë shkollë jashtë shtetit, Lul Basha. Po Lul Basha fshin në faqe dheu. Dhe ne që kena bërë shkollë këtu buku themi. E disim, s'pa them për atë, po them pa frymën se këtu në Shqipëri frymën I rrisin vetë këta, këtone. Edhe po ja kalojnë njëri tjetrin. Muhabeti është votet frymë evropiane, thesëm se 2 milionë e për 10 vjet Shqipëria ngret ja futet zvizet të gjitha me pasurinë që ka. Ata I vonë I bon, pra, të folim atë që është me këmbë tokë. Jo, njëri sa. Këta Edi Rama thot, jo, sale kështu bretkoza tu. Sale thot jo Edi Rama kështu, asnjëri s'vin burg. Kaq. Kjo është më e thjeshta. Pa ne ti le radh rinis. Pasaj, ata që do vinë, ti ose vjedhe ka dhe në përbot, po do vjedhe 90 si këta 10, po do vjedhe 80, vjedhe 20, Allah, t'i gëzojnë. Po të bëjtë dhe për poplit. Po jo, është menu interesante, dëgjoj, me këta ofertën për me vjedhe 20% jam gati dhe unë. E përshëndesim zotëri. Po kështu është në 200%, të jam dhe 5%. E përshëndesim zotëri, vazhdojmë me tjera mesazhe. To foto do I shohim të rion velijet ne, apo për toni ju? Ashtu, ja, kjo është nga festa në Bashkinë e Tiranës nga martesa një çifti LGBT, sidomos gërma L. Pastaj kemi edhe na duhet Dasma Velijet që e prind ceremoninë Toni Gogu, që është evangelist si besimtar, dhe ketë nga latrit tonë këtu. Rrezik skandidon Toni nga mërzia, që I ka tradhtu kishën. Ama I keni fotot apo jo? Jo, mi. Ka që kishit? Më keni që gjithë këtë dokumentar këtu edhe një foto kishit. Atë shkretë tja. Dakor, të ndërkohë. Vazhdojmë me tjera mesazhe. Ramovici, shumë agresiv ky mesazhi. Mirëmëngjes Flavio, mendoj se në listat e PD-s, disa deputet 3-4 mandate duhet që vetë voluntarisht t'i japi rrugën diasporës dhe pjesa tjetër që aktualisht kanë sakrifikuar gjatë kësaj legjislature të qëndrojnë. Nga Gjermania më thotë, përshëndetje Flavio, në 2012 Berisha bashkë me Bojaxhiun prishën shtëpitë të ndërtuara nga emigrantët, të cilat prapë ndërtuan aty ku ishin. Asgjë nuk fitua, vetëm ata humbën financiarisht. Çfarë thoni ju për këtë? Nuk kam asnjë informacion për këtë. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë thoti për këtë? Ku si qysh tek më trego. Përshëndetje Flavio, lista e opozitës duhet patjetër të jetë e hapur për politikanë të caktuar. Gjyqi Velias po shkon drejt penalltive dhe masën e sigurisë do të përcaktoj penalltia e fundit nga Edvini, na thot Xhoxhi nga Kavaja. Dakor, Xhoxhi. Tret parët që dolën primarët janë në listat hapura. Ta provojnë se ju vlen lëkura. Dakor, të rasim interesante, ne vazhdojmë telefonata. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe.
Lista... Cili jetë lista opozitës soti? Po, kjo është pyetja që ngrem ne. Ajo pyetja që ngrem ti. Pa, Sali Berisha nga hiri e qëj për të bë listën. Ajo lista fitore, se s'ka që të bë. Nuk ka asnjë s'ka rrugë tjetër, po thonë. Unë thom që lista fitore, si dë, që t'jetë pas që të dhejtë shumë e mirë, po lista fitore saktë. Ju përshëndesim. Unë përshëndes, mirëmëngjes Flavio, një mesazh nga New Yorku. Ai pa buksi që rrin në kuptimin e mirë të fjalës pa buksi. Jo që s'ka buk për të njohur, po s'do të ha buk. Që rrin 72 orë pa ngrënë është në hall shumë të madh se dikush ja ka prerë Rexin. Pyetini, a ka marrë ndonjë lajm këtë ditë? Tash jo thuaj, mos na lë kështu. Hape zemrën dhe na thuaj, mos na lë kështu të vuajmë, thot një këngë Piero Çakos dhe Redon Makashit. Tani listat të fundit i bëj Saliu, por unë kam ngulaj që kur thon Saliu.